Përshëndetje të dashur shikues të televizionit publik të Kosovës, jemi në ambientet e klubit të volejbollit Vllaznimi, ku do të bëjmë një intervistë me disa prej lojtarëve protagoniste që kanë kontribuar në suksesin e Vllaznimit që të inkuadrohet në Super League dhe po ashtu me trajnerin Blendi Haxhikadrin, që është njëri ndër më meritorët për këtë sukses të skuadrës gjakovare. Blendi, përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje. Po them kështu pasi qeni në ekranin tonë, mirë po ne jemi në shtëpinë tuaj në ambientet e Vllaznimit këtu, me shumë kupa, me shumë suksese, derisa së fundmi e kemi suksesin e juaj që jeni inkuadruar në Super League me skuadrën e vajzave. Faleminderit që keni gjetë kohë më ardhur te ne. Është një super kënaqësi mi pas në televizion si RTK-ja afër nesh, sidomos ju që përvaqësoni sportin edhe na jepni përdet motivim për me punu më shumë edhe më pa më shumë. Blendi, cilat ishin momentet më të vështira që keni pasur gjatë këtyre 2 viteve të fundit kur filluat me Vllaznimin dhe e inkuadruat në Super League? Momentet më të vështira të në 2 viteve kanë qenë problemet financiare që nuk kanë shfaqur me klubin, pasi që klubi nuk ka pasur mbështetje financiare sa e ka merituar. Por fatmirësisht klubi ekziston si një familje, domethënë edhe vajzat, edhe puna vajzave dhe puna stafit ka qenë në mënyrë vullnetare që ka bëu diçka një punë të palodhshme domethënë edhe ka bëu që Vllaznimi me dalë më mirë. Çfarë bëre këtë ekip që të jetë më i veçantë dhe të arrijë këtë sukses? Uniteti i skuadrës, dashnia mes vete, besimit e njëra tjetra e skuadrës, ekzistimi si një familje, domethënë edhe një punë e palodhshme e vajzave dhe stafit, i cili ka bëu maksimumin për më arritë ky sukses. Blendi, a keni besuar në fillim të sezonit që do të inkuadroheni në Super League dhe kur ishte bërë ky objektiv real? Unë që nga fillimi këtij sezoni kam besuar që skuadra ka me dalë kampione, pasi që dija që punën që kishim bërë gjatë verës ka qenë një punë maksimale me të paktën 2 herë në ditë ushtrime, edhe besoj që kemi qenë të gatshëm. Prandaj duke ditë edhe afrimin e 2 përforcimeve të reja, një nga Kolombia Wendy Vargas edhe nga Kanadaja Domenica De Francesco, kemi qenë të bindur që kemi me dalë kampion. Si ka qenë mbështetja e tifozëve gjakovar dhe komunitetit këtu në Gjakov për klubin? Bukuria më e madhe e këtij edicioni edhe edicionit kaluar është që në Gjakov këshyret volejbolli më në fund, edhe familjet, domethënë bashkë me fëmijët e tyre, janë prezent në çdo ndeshje tona, edhe shikueshmëria kalon 800 tifozë domethënë gjatë ndeshjes, diçka që është shumë e kënaqshme për ne, edhe na motivon shumë për punë, edhe është një pjesë e suksesit tonë. Klubi i volejbollit Vllaznimi qysh nga themelimi ka luftuar për titull, andaj këtë synim nuk e kemi ndërmend mi hek, prandaj na nuk kemi më konë Super League, besoj që vetëm antar të Super Ligës, por besoj që kemi më tentuar inkuadrimin në play-off edhe pse jo edhe kampion. Bordi këve Vllaznimit edhe stafi vetë se ka fillu punën për përforcimet e reja, ndër besoj që kemi më arrit disa ide të mira, edhe po besoj me ardhin edhe përmetimet që janë bërë nga disa sponsor, kemi më pas një mbështetje më të madhe financiare që ka më na bërë pak më të fortë dhe besoj që kemi më dalë shumë mirë. Nga Liga e parë në Super League dhe me njëherë pretendimi për kampion, a nuk është një ambicie madhe kjo? Na shta është ambicie madhe, po na përkushtimin e kemi, andaj luftën s'kena minal. Volejbolistja kanadeze Domenica Di Francesco tregoi se në Gjakov po kalon momentet më të bukura të karrierës së saj. Së pare është nder të jeni këtu dhe ta përfaqësoni qytetin, ndërsa fitoria ishte vërtet qershia mbi tort. Definitivisht është kulmi i karrierës sime. Në Kanada, kur luan për një ekip, ndihesh si pjesë e familjes, ashtu thonë të gjithë, por këtu merr më shumë kuptim kjo gjë. Jam mirë pritur në Gjakov dhe po ashtu më kanë ardhur për vizitë familja, ndërsa jeta këtu është shumë më e mirë se që kisha paramenduar. Bashkëlojtarët më kanë pritur jashtëzakonisht mirë dhe këtu çdo gjë është mahnitëse. Ishte vërtet kënaqësi të jetoja një pjesë të jetës sime këtu. Volejbolistja Daorsa Zhubi na tregoi për rrugtimin e bukur që skuadra e përjetoi gjatë këtij sezoni. Ka qenë një vit shumë i mirë, për shkak se edhe kemi fituar titullin si kampiona, edhe ka qenë një rrugtim shumë i gjatë edhe pak a shumë i lodhshëm, sepse kemi pasur stërvitje për det edhe nga 1 orë gjysmë deri në 2 orë, edhe kemi bërë një punë të pandalshme.
përkraja prej bashkëlojtarëve ka qenë shumë, se na konë bashkë me njëna tjetrën në çdo moment, edhe me ndaj moment keq e ndaj moment të mirë. Kështu që ka pas një rol shumë të mirë për shkak se edhe kemi fitu. Sa po përgatiteni për hapjen e radhës në karrierën tuaj? Besoj që këmë konë një sfidë shumë e vështirë, edhe kemi mu përballë me ekipe shumë të forta, po kemi me bo një punë të palotshme gjatë kësaj periudhe që nuk kemi lojna, edhe besoj që kena me pas rezultat shumë të mirë. Klubi Vajzave Vllaznimi do t'ja shtoj bukurinë Superligës, ndërsa skuadra me përforcimet e duhura pritet që sërish të luftojë për trofe.